Jo, e di përgjithë, e presim. Është një pritje e përgjithshme që zoti Trump ka me synu që brenda këtij mandati përfundimisht me pas një marrëveshje të paqes ose një traktat me Kosovën. Me kushtetueshmëri me marrëveshje o zoti Gërmizaj. Na jena qenie politike, bazi dialogut është Ministria e Jashtme o presidenti, nuk jo me popullin me marrëveshje. Matoshi, çaty do ishta me do lëvizja emrimi i zotit Konjufca në pozitën e ministrit të jashtëm tregon që Kurti tash po don me pas më shumë ise në politikën e jashtme, edhe pak po don me neutralizu rolin e zonës Osmani, pavarësisht se do të jetë mandatin e dytë ose jo. Kështu që ky mandat i qeverisë Kurti do të jetë shumë i rëndësishëm në raport me marrëveshjen përfundimtare me Serbinë. Kështu që shumë ka rëndësi për neve kush do të jetë president në këtë mandat për shkak që ai do të jetë edhe përfaqësuesi jon në politikën e jashtme bashkë me zotin Glavt Konjufca. Si mendon përpjekjet e fundit, si mendon që zoti Kurti i konvenon dikush i fuqishëm aty? Urna? I konvenon zotit Kurti një personalitet i fuqishëm? Apo flasim me çka i konvenon zotit Kurti, apo na konvenon zotit Kurti zgjedh, jo populli, jo qytetarët. Po nuk mundet me zgjedh zoti Kurti, se si ka numra. I ka çu si ka. Si ka numra. Si ka numra. I ka. Çu si ka numra. Sonde me dash Albini nesër. Hajde po bëni matematikë, ku i ka numra? 80 soll duhet me qenë, ka kamin. Shiko vetë logjikisht. Val. Vetë logjikisht mungoj. O zoti Gërmizaj. I ka pas, tash ku i ka? A di sa numra i ka Gërmizaj? Asnjëherë ka lumë si ka pos. Si ka pos i ka pos në momentin e fundit. Ka rrit marrëveshjen, tash ku është marrëveshja? Me Adem Hoxhën e Serbë çka s'u votu ju. Adem Hoxha, Albena, Reshita e partisë. Po tash s'kon horizont. Nuk ka vullnet politik me zotin Kurti. Nuk ka trafikim. Fal, zoti Gërmizaj. Numrat si ka? Numrat i ka, që ta thom unë. Logjikisht, racionalisht, me mendu ti e din që i ka numrat, 3 i mungojnë, të cilët i gjonë sikur herën e kaluar bashkë i teket. Sepse 57 Gërmizaj dëgjoj. 57 i ka vet. 20 janë pakicët, sa po bojnë? Po thu që lista serbe përka një kandidatur. Po ka qenë kush mund me andalu? Nuk jamon askush, po politikisht. Gërmizaj ti po të hyjnë e s'vedin çka po të veshën e ty. Kush mund me amohu listës së ka votet? Nuk jamon, po sa është nën ta quajmë ashtu idealin e këtyre politik për me përkra një kandidatur që janë vetëm vendosur.